besimtarë të cilët përsjedhin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamat i dashur, sot është dita e xumës, dita më e mirë e javës, andaj ne lutim Allahut të madhnueshëm të bën kabul namazin e xumës, lutim Zotin që të sëmurët tanë të shëron e të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të aban varrët një kopsh nga kopshtet e xhenetit. E lutim Allahun neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na mbron nga borxhet dhe mbi gjitha xhamat. Lutim Zotin që fjala jone e fundit më u kanë prej kësaj bote duke e thonë La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, amin. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhi salam ka thonë bashkimi është mëshirë, e përçarja është dënim. Inshallah do të mundohemi këtë xhumë dhe xhumën e ardhshme të folim në lidhje me këtë hadith. Kuptohet ky hadith është shumë i shkurt. Në shumicën e rasteve pejgamberi jon alayhi salam i ka pas fjalët e tij shumë të shkurta dhe të qarta, por kanë në vete kanë ngërthy shumë mesazhe dhe shumë urtësi të mëdha. Atëherë në jetën tonë xhamat duhet ta kuptojmë se me gjithë aftësitë që kemi, me gjithë energjinë që kemi, me gjithë përgatitjen tonë intelektuale që mujna me pas, është e pamundur me jetu i vetëm. Është e pamundur me vepru i vetëm. Prandaj Zoti e ka kriju pra njeriu që ti nevojshëm për njëri tjetrin. Me të thonë ti apo mu se ti je shërptor i tjetrit, neve nuk ka për më na pëlqi neve kjo fjalë. Si mund me thonë unë më kanë shërptor i yti, apo ti pastaj më kanë shërptor i tjetrit. Mirë po, vetë Zoti të nderuar e ka bën që jeta jonë pra më kanë ngusht e ndërlidhur njëri me tjetrin. Kjo është një nga urtësitë që Zoti edhe obligimet kur i ka vu për neve si besimtar i ka vu pra që na të jemi gjithmonë në afërsi njëri me tjetrin. Prandaj shembull më të mirë na do ta marrëmi me bukën, me që jemi katunar edhe jemi bujq deri diku, do të shohim se atë deri që të na vije pra në gojën tonë me marr e me bë bismillah, mendoje pra në sa procedura kështu kalon e deri më në fund ti me ble edhe me hangër në sofër me antarët e familjes tënde. Për shembull xhamat me bukën dikush e lavron, e dikush e qet farën, qetri njeri pra e korr, te qetri e çon me blujt, qetri pastaj e çon në shitore, edhe më në fund ti duhesh me shku me ble. E po në përsa njerëz kalon çaja kaçorja jote e bukës se ti e fut pranë gojën tënde. Prandaj Islami të nderuar nuk është fe e individit, por është fe e bashkësisë, pra është fe e xhamatit dhe ki dini jona fe e bashkëpunimit. Dhe Zoti kur i ka bë pra obligimet deshtëm apo s'deshtëm, i ka bë që na të jemi në afërsi njëri me tjetrin. Jemi në afërsi njëri me tjetrin. Për ta kuptuar se me këtë fe njeriu është i nevojshëm për tjetrin. Kushdo që ngrit zonin, unë s'kam nevojë për kërka, kja pra gabim total, gabim i cili nuk falet për ta. Nuk është e pamundur, mos me pas nevojë, unë apo ti me tjetrin, mikun, kojshien, kush do të qoftë, në përgjithësi pra njerëzit si krijes nga ana e Zotit, kemi nevojë pra për njëri tjetrin. Kur namazin për shembull xhamat e falim në shtëpi, është mirë të falemi me antarët e familjeve tona. Edhe shumë është sevapi më i madh, po të njëjtën kohë xhamat çfarë bën ti kur del pra me antarët e familjes tënde, me xhamat del përpara Zotit shumë më i fortë krahasim se kur e fal vet. Po pastaj kur vim në xhami xhamat, kur vim në xhami, në 5 vakte, çfarë ndodh me neve? Na takohemi për çdo ditë me xhamatin ton brenda 5 vakteve. Edhe krijon një afërsi, e krijon një far rregulli që ti në mungesë të ti interesohesh ka u bë me filanin,
nuk po e shoh në xhami. Pra, angazhimi jo në punë të mira, ti mora do të interesohesh për filanin pse nuk po e shoh. Ai që shkon në punë, kur mungon në shoqi i tij punës një ditë, edhe ai ka mu interesu, thosh çka u bë me filanin. Ash i smut, ka marrë pushim mjekësor, ka të një rast në familje, dhe faktikisht kur interesohesh ti nëse ai i smur, ti shkon e viziton. Kur ka ai për shembull doni gëzim familjar, ti shkon ja uron atij. Kur ka doni fatkeqësi, vdekje, ti shkon me pap te ai edhe me i dhon pra ngushëllimin. Kjo me 5 vakte në xhamat, kur vjen dita e xhumë, i takon pra ata njerëz të ditës së xhumë. Krijohet para një afërsi tjetër, dhe se ti e mendon se nëse keni muhabet, nëse keni gale një dert, thuhet ditën e xhumë e shohun e filanin. Pastaj kur vjen në Ramazani, shtohet numri edhe më shumë i xhamatit. Afrohemi pra njëri me tjetrin në xhamat, shtohet edhe më tepër xhamati. Kur vjen Bajrami, i sheh pra edhe xhamatin e namazit të Bajramit. Po ta sjelli Zoti xhamat me shku në haxh, po me pas këtë rrezik të madh, kimi taku ato njerëz që kur si ki parë, po ndoshta edhe kur nuk kimi i parë. Pra, vetëm me namazin do të shohim se është e pamundur xhamat, është e pamundur i vetëm me jetu pra në këtë dunjë. Pra kështu nuk jetohet. Ki njeri nuk është i lumtur nëse jeton i vetëm. Tendencat perëndimore xhamat sinojnë që njeriu ta drejtojnë drejt vetë mjaftueshmërisë. Me drejtu njeriu, ai më kanë i vetë mjaftueshëm për vetveten e vet. Edhe kjo ke pa në perëndim, edhe din pra edhe grupeqarët e tojnë e kallëzojnë këtan se po i bane 18 Gjermani çfarë i thot ban çka dush ti, tash është përgjegjësia jote. Edhe tani nis xhamat një shkëputje mes prindit edhe vladit vet. Është një shkëputje mes prindit edhe vladit vet. Po ka raste kur e bashkëshortët xhamat jetojnë ata secili me një jetë të vetme. Dhe çfarë ndodh, ka puna deri atëherë kur e përmendin gurbeqarët kallëzojnë se filani ka vdek në banesë, derisa është një era e asaj kufome, era e asaj xhenazeje, dhe pastaj ka policia, ka ambulanca e shpejt, ndihmë e shpejt kur e kanë pa njeriu i vdekur për 2 muaj, për 3 muaj aty. Edhe era e madhe në ndërtesë e madhe që ka ndodhur. Prandaj tendenca e perëndimit, kuptohet, ka shumë vlera të mira perëndimi, pa mos më mohu atyre se nuk po folim vetëm negativ, po një e keqe e kësaj është që ata në moshën 18 vjeçare i thonë fëmijës vet, është përgjegjësia jote çka dush ti ban. Ndërkaq në dinin ton, në fen ton ndryshe xhamat, në fen ton pra fëmia jon, po përsëriti fëmia jon sepse për babën dhe për nanën ai edhe më i bë 40 vjet përsëri mbetem me na fëmijë të babës edhe nanës tonë. Kështu ndryshe nuk mund ta çuj. Ai ka gjithmonë më të drejtu o biri jam, o bija jeme. Kështu ka me thon ai. Ndërkaq në fen ton është ndryshe. Ai pra fëmia e vladi, djali apo vajza janë pjesë e pandar e familjes. Janë pjesë e pandar e familjes. Deri ku ka orë puna xhamat? Deri te ajo jetesa individuale, me një farë mënyre e kemi zvogëlu familjen tonë. Ka orë puna xhamat që vëllavi mos me di çfarë po ndodh pra te vëllavi. Unë nuk po foli për jetën shumë intime, shumë private. Nuk jam të folë për këtë jetë, po as kujshia mos me ditë kujshit çka është puna me ta, halli çka është me ta. Prandaj vetë ardha jonë në xhami, edhe safin kur e drejtojmë, kur njëri del prej safi, na shka bojnë në xhamat, i thojmë afro më afër. Këtu është qëllimi xhamat, i drejtimit të safave dhe qëndrimi pranë njëri me tjetrin, pra afro më afër, jo vetëm në namaz xhamat.
që jep një mesazh shumë të fortë se edhe jashtë xhamis, edhe jashtë safit xhamis, në duhet me qëndru pra njani me tjetrin sa më afër. E kujt pra ka me jakajt një hall, një besimtar përveç se ati që e ka shumë afër, nëse e ka një gajle, nëse e ka një dert, a i ka me ja shprej ati, pra, a i ka me ja shprej ati, e pastaj ti dush më konë shumë i besueshëm, edhe në rast të hidhnimi, mos me ja zbuluat sekret që ti ta ka dhonaj. Kjo është në dinin tonë, ndërkaq tendenca e perëndimit, më ka një vetë mjaftueshëm, kjo kur nuk ka më kanë e pranume, e asë që do të pranojmë pra në asë një mënyrë. Islami xhamata shpe e bashkimit. Allahu në Kurani Kerim ka thonë kështu: dhe kja është ummeti juaj, është ummeti bashkuar. Muhamedi a.s. është urnu nga ana e Zotit xhamat me bë durim me besimtarët. Është urnu me bë durim me besimtarët. Ke pa disa kur e shohin vetën shumë nalt. Me filanin nuk shkon. Filani qështo, filani kështo. Qetri smuj me nejt as njerë me këta. Edhe shka ka ndodh me këtë xhamat. A din shka ka ndodh, pra ki ka mbet i vetëm. Kushdo që mbetet i vetëm, ki ka më konë pra i destinum për me dushtu. Allahu në Kurani Kerim i ka thonë pejgamberit tonë a.s. pra që vlen edhe për mu edhe për ti. Bëhu durimtar, duro me ata që ta kujtojnë Zotin në mëngjes e në mbrëmje, mos u largo kur prej tyre. Kështu Allahu në Kurani Kerim ka thonë, bëhu durimtar, që ndro me ata pra besimtar, që ta kujtojnë ti Zotin në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe kur mos u largo prej tyre. Kja është pra xhamat, është urdhër për bashkim, sepse mu përqa është shumë kollaj. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, lidhuni fort pas ritarit të Zotit e mos u përçani. Lidhuni fort pas ritarit të Zotit e mos u përçani. Disa dietar kur e kanë komentu këtë ajet, kanë thonë litari i Zotit është xhamati. Litari i Zotit është xhamati. Besimtari tani më duhet mendoj mirë se kjo vjen një urdhën nga ana e Zotit. A ke pa në jetën tonë përditshme xhamat? Kur vjen një urdhër prej dikujt, thuaj smuj me thi unë urdhën e tij se ai më ka thonë. Ti e vlerëson shumë në rregull, thot drejtori, kjo punë ka mu kri, edhe ti ki me kri. Thot shefi në fabrikë ku i ati, edhe thot që kjo punë ka mu kri. Ti duhesh me kri atë punë, pse e merr me seriozitet, tregohesh shumë korrekt, tregohesh shumë profesional. Po ti të në kohë edhe urnat e Zotit kështu duhet me marrë xhamat. Pas ka thonë Zoti, u kri kjo punë. Tani na nuk e diskutojmë, nuk e kontestojmë asë njëherë urnën e Zotit. A i pas ka thonë dhe kapun e fort, pas litarit të Zotit, dietarët e komentojnë se ki litari Zotit pra është xhamati. Me një hadith, pejgamberi jonë a.s. ka thonë kështu: dora e Zotit është me xhamatin, është për qëllim pra rahmeti Allahut. Asnjëherë nuk guxojnë me përshkruaj Zotin diçka që ka me trupin apo absolut kur hiç, po dora e Zotit, do thot mëshira e Zotit është me xhamatin. Dhe kur ndahet ai mos ka rrugë, ai më ka marr rrugën për në zjarr. Dhe kush ndahet, pra kush përçohet, ai njeri ka marr rrugën për në zjarr. Është vërtetu xhamat se njeriu që shkëputet nga xhamati, duke mendu se do të jetë më i lirë, duke mendu se është më i aftë, sprovohet nga Zoti për të bërë atij e qartë se ki njeri është shumë i dobët. Ka njerëz xhamat që nuk pranojnë bashkëpunimin, nuk pranojnë strukturë udhëhece absolut, nuk pranon hiç. Hazreti Omeri e kishte kuptuar sekretin e kësaj feje. A dini çfarë thoshte Hazreti Omeri? Kapu në fort pas xhamatit dhe keni frikë nga përçarja, sepse shejtani është më i fortë me ata që është i vetëm. Kështu ka thonë Hazreti Omeri xhamat. Kapu në fort pas xhamatit
Dhe pastaj ka thonë, e ai cili përçohet, ndahet, është i destinum ai njeri për me dështu, ky njeri pra nuk ka për të arrit jetën e tij sen. Po pastaj kur janë di veta, është për qëllim shejtani është më larg. Kur janë 3 edhe më larg, kur janë 4 edhe më larg. Prandaj sa më afër xhamat me njëri me tjetrin, sa më afër në familje, sa më afër në fshatin ku jeton, ti ki më konë më i fort në veprimtarinë tone, ki më konë shumë më i fort në jetën tënde. Po ashtu, Hazreti Omeri thoshte kështu, kush do të hinë në mes të xhenetit, le të kapet fort pas xhamatit. Pra kush do me hinë në mesin e xhenetit, mu kap fort pas xhamatit. Dhe po pave një njeri që kënaqet me punët e tija të mira dhe mërzitet nga e keqja që ban pra kuptoj se ki njeri është besimtar. Këtë fjale e thoshte po ashtu Hazreti Omeri në një nga hutbet e tij. Vetë Islami xhamat është fe e bashkëpunimit. Sot ka një tendencë që Islamin pra ta bojnë fe individuale. Sikur që e përmendëm më parë, kur një deklarohet se unë jam i pavarur, unë nuk du më u kiq kërkon. A dini shka xhamat? Ki e ka kompleks, ki e ka smundje me pranu strukturën, me pranu strukturë udhëhece. Mi thonë këshire që janë kryetari jot, që janë sekretari, e ti ki më konë antar, e ti ki me vepru. A ki pa ata në parti politike veprojnë pra zbashku. Kur ta shif çdo një dohet, ki shka ka bon ki, unë jam deputet i pavarur. Apo më kallzoni xhamat, ki i pavarur i shka mundet me bon. Çfarë faktori ki mundet me kanë për me vepru i pavarur. Prandaj, po e ndëgjove këtë fjalë, këshire se unë jam i pavarur, për mu nuk vlen kryesia, për mu nuk vlen struktura udhëhece, ke pra ka problem me vetë pëlqimin, dhe ki ka thonë vetës mashallah. Pse mashallah? Ki nuk pranon kryesi. Nuk pranon kryesi. Mi thonë kryetari, e ki për obligim që këtë punë ti duhesh me ban, kë janë të tira jote. Kryesia ka me pas arkatar, ka me pas sekretar, ka me pas antar, ka me pas sektor mrenda, dhe problemi i ti personal është une jam i pavarur. E që ki i pavarur nuk mundet me bëhet xhamat sen. Me thonë unë jam i pavarur, atëherë ku met xhamati? S'ka mundësi pra, kështu të veprohet absolut. Me që ki din xhamat është fe e bashkimit, tendenca e disave që këtë fe ta bojnë fe individuale. Njerëzit thojnë në xhamat kështu, është mirë ti mu konë musliman, ama me majt fejnë tone vetëm private. Është mirë ti mu falu veç për vete. Është mirë me agjeru, ama falu veç agjerimin të bajnë shti veç për vete, edhe me një farë mënire me largu dinin ton nga jeta jone përditshme. Ka një thonje që e ka thonë Jusuf Kardavi, një fjali shumë të madhe. Ka thonë nuk mund të jetë xhamia e Islamit e laicizmi, këshirë xhamat, laicizmi që pa për fat keq i kemi në për struktura udhëhece që na atyre javjapin votën me një farë mënire me vetdije apo pa vetdije, dhe laicizmi ta ketë shkollën, ta ketë universitetin, gjikatën, radion, televizionin, kineman, teatrin, rrugën, ketë këto me i pas, e neve me na met vetëm xhamia. Këshire se kjo janë fe private, po dalësh prej xhamia tani mo që i bie kjo, tani mo këtu nuk ka fe. E kjo është ajo që na nuk e pranojnë kur asnjëherë. Ne mundohemi xhamat që fe jonë tjetë edhe në rrugë, fe jonë tjetë edhe në shkollë, fe jonë tjetë edhe në spital, edhe në teatr, edhe në kinema. Në këtë këto vende, ati pra me pas në gjirë feje. Kjo është shumë normale, dhe se kjo po hecë burra, po vazhdon pra kemi njerëz përgatitur në për strukturat ndryshme,
në për struktura ndryshme edhe në shkollë, në spitale, edhe ku do dhe në gjikat i kije njerëz që ata e ndërlidhin pra profesionin e vetë, shkollën e vetë, gjithmonë pra e ndërlidhin me fen e tij. Imagjinon xhamat, jemi na me një saf e mos ja dim pra hallet e njënit tjetrit. Mu falë në xhami njëni me tjetrin, edhe mos mja dit hallet njëni me tjetrin. Imagjinon ti mu kanë me një institucion, për shembull arsimor, mu kanë gjikat, mu kanë spital, ku do t'jesh, edhe ti mos mu interesu për hallin e tjetrit. Kjo është e pamundur. Prandaj përderisa është e pamundur, e kupton realisht se ku thot pejgamberi jon alayhis salam, bashkimi është mëshirë, ndërsa përçarja është dënim. Dietarët e mëdhej xhamat e kanë vlerësu bashkimin shumë qartë. E kanë vlerësu xhamatin shumë mirë dhe asaj i kanë dhënë peshë. Ata, pra dietarët, e kanë një shprehje shumë të bukur ku thuhet: nga xhamat çfarë kanë thënë dietarët? Uji i turbullt i xhamatit është më i mirë se uji i kulluar i individit. Uji, kanë marrë një shembull me ujin, kur është i turbullt, është më i mirë i xhamatit, është më i mirë se sa uji i kulluar i individit. Kjo do thot xhamat kjo do thot që i bie se edhe nëse kemi gabime veprimtarin tonë na gjithë bashku, është shumë më e mirë, është shumë më e dashur se sa një njeri i cili jeton i vetëm, një individ i vetëm. Ai nuk përzihet me njerëz, ai nuk pranon bashkëpunim, ai nuk pranon ide, ai nuk pranon plane e projekte, me fjalë qera ai do me jetu pra i vetëm. Prandaj na shumë e kemi të qartë në dinin tonë se përkundër gabimeve, ndoshta në rëndësishmit në jetën tonë, përsëri është ajo bashkësia, është ai xhamati i cili e ngrit pra dhe e formon njëri me tjetrin. Ka thonë një hadith pejgamberi jon alayhis salam: nëse dikush është i vetëm, ai është shejtan në vetvete. Kështu pra, nëse dikush është i vetëm, ka thonë ki njeri është shejtan pra në vetvete. Dhe vetë ki hadith në bën qartë me dije se shejtani xhamat ka ndikim shumë më të madh me një njeri kur është shumë i vetëm. Ai pra shti në pesimizëm, nuk ka mundësi me pas ide të mira, sepse ato ide duhet dalin në praktik. E pastaj ajo vetë nuk bëhet, duhet më bëhet me qetrin edhe me qetrin. Ndërka që kur je i vetëm, as ide të mira nuk vinë, as që ke mundësi me realizu plane e projekte. Vetë edhe qashtu pra, ki njeri e kalon jetën e ti. Atar, si përfundim xhamat, me që kemi inshallah në xhaman e ardhshme me fol për këtë hadith, ta kemi të qartë se Islami nxit për bashkim dhe e dënon përçarjen. E dita, xhamati është themel për forcimin e lidhjeve shpirtërore dhe asaj shoqërore. Pastaj përçarja e dobëson ummetin dhe sjell konflikte të panevojshme. Me një vend pra kur ka përçarje, lindin konflikte dhe lindin zanka mes vete. Bashkimi në xhamat sjell mëshirë, solidaritet dhe ndihmë reciproke. Pastaj Islami pra promovon respekt e tolerancë dhe mëshirë mes njerëzve dhe mbi të gjitha xhamat. Në thelb pra forca e jon qëndron aty ku ka bashkim dhe dështimi është shumë afër aty ku ka përçarje mes vete. Kështu pra kuptohet ki hadith i pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Vet ardha jon xhamat këto në xhami, që tani më e falim së bashku gjithë namazin e xhamas. Me xhamat nën kupton dhe jap një qëndrim shumë të pastër se aty ku është xhamati, aty ka perspektivë dhe ka ardhmëri. Një njeri që ndahet nga xhamati, një njeri që ndahet nga familja, që ndahet nga kujshia, me fjalë qera, don me jetu i vetëm, ki njeri pra ja ka destinu vetës më kanë i dështum jetën e ti. Lusim Allahun e madhnueshëm xhamat që t'jemi sa më afër vetës, njëri me tjetrin dhe ta ndihmojmë njëri me tjetrin, sepse ki din nuk ka din i individit,
po është din i bashkësisë e din i xhamatit ku besimtarët jetojnë mes vete, edhe gëzimin, edhe fatkeqësinë, gjithë ndajnë ata së bashku. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى